Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush edhe një herë ngjarjet, situatat dhe pikpyetjet, se unë e di që të gjithë jeni në pikpyetje se kush do të jetë finalisti i dytë. Unë kam arritur që të siguroj një shkrim në fakt nga Vodafone dhe nga Top Channel për t'ju treguar se si shkojnë votimet dhe kush është më i votuari deri më tani për të qenë finalisti i dytë. Finalisti i dytë më i votuari është Egli Tako me 36.077 vota dhe Laerti është me 9.738 vota. Domethënë Egli largon shumë nga Laerti, ndërsa në Vodafone Albania online është votuar 16.491 vota deri në orën 20:48 natën e mbrëmshme. Domethënë kjo është votimi online që ka ndodhur në faqen e Vodafonit dhe të Top Channelit, ku Egli Tako klason e para në listë për të qenë finalistja e dytë e këtij reality show. Tani pikpyetja e madhe është a do të respektoj produksioni këtë votim, a do të respektoj produksioni këtë përzgjedhje për finalistin e dytë, a do të respektoj produksioni votat, apo do të respektoj marrëveshjen ndoshta që është bërë më herët në Big Brother VIP Albania për të dalë finalisti i dytë. Aktualisht më e votuara është Egli Tako. Unë ditën e nesërme, pasi që ditën e nesërme është edhe dita e Prime-it, do të sjell sondazhin që ne kemi hapur në faqen Monitor TV, ku të gjithë shqiptarët kanë patur mundësinë për të votuar dhe për të shprehur dëshirën e tyre se kush do të shkon në finale, por një rezume pak të shkurtër rreth kësaj ngjarje, domethënë për të gjitha televotime që janë hapur, Egli Tako pason të jetë e para për të përzgjedhur si finalistja e dytë e këtij reality show. Tashmë Laerti ndoshta edhe gjykohet për qëndrimet e tij, gjykohet për vendimet e tij, gjykohet për mënyrën se si ai është shprehur ndaj fenomeneve shumë delikate dhe njëkohësisht shumë të rëndësishme në shoqërinë tonë. Janë fenomenet më të rëndësishme që ne na shoqërojnë në përditshmëri, në jetë, në atë që ne jemi, dhe zakonisht kur njerëzit prekin në këto fenomene, marrin edhe mesazhe të cilat nuk duhet marrur në këtë rast, por gjithsesi domethënë Laerti as nuk afrohet fare për të kaluar pragun për të shkuar si finalist i dytë. Jemi në pikpyetje, jemi të gjithë në pikpyetje, duke u bazuar në finalistin e parë. Unë besoj që produksioni do të respektoj votat, ashtu siç u respektuan votat e Rozana Radi. Domethënë Rozana Radi ishte më e votuara për të qenë si finaliste e parë e këtij reality show. Besoj që edhe në pjesën e dytë do të respektohen shumë votat për të përzgjedhur finalistin e dytë, në këtë rast që pretendojmë të jetë Egli, dhe do të presim të shohim se si do të pritet kjo gjë edhe nga vetë Egli, por edhe nga Laerti, pasi që automatikisht Egli shkon vetëm në votat online me 36.000 shqiptare lëre mo, domethënë në votat të cilat janë direkte në Top Channel dhe Vodafone AL nga celulari, që televotimi është shumë i madh dhe është një nga televotimet më të forta që në fakt ka ndodhur në Big Brother, sepse unë e pata thënë edhe dje që Eglin e mund fakti që është edhe e dashura e Gjestit në thonjza dhe fansat e Gjestit, admiruesit e Gjestit do të luftojnë që Eglin ta nxjerrin si fituese në këtë duel që e ka me Laertin, dhe i ka Egli dhe fansat e vet, domethënë është e zgjeruar më shumë nga Laerti, por gjithsesi ne do të presim që produksioni do të vendosë ditën e dieshme. Egli hyri me një guxim shumë të fortë, Egli hyri me një dritë brenda vetes së saj shumë të guximshme për t'i thënë vetes që unë mundem t'ia dal, unë mundem të luftoj dhe unë mundem të bëj, dhe në fakt Egli atë që bëri, që në momentin kur ajo rihyri përsëri në Big Brother, ajo e tregoi atë energjinë, e tregoi guximin, e mori veten e saj në dorë dhe ja doli në shumicën e rasteve, bëri dinamika shumë të forta, bëri debate shumë të forta, luftoi me të gjithë banorët e kuptuan që nuk munden dot ta anashkalojnë, nuk munden dot ta godasin, dhe në fakt kjo e bëri që
Egli Tako të fiton një lloj populariteti edhe më të madh dhe publiku ta duan edhe më shumë. Edhe pse në fillimet e saj kur hyri në Big Brother për mënyrën se si ajo qëndronte me gjestin, Eglin e bëri që të ikin shumë followersa nga ajo, do me thënë, Egli më nuk luftoj për followersa, Egli më nuk luftoj për klikime, Egli më nuk luftoj për studion me shumë gjyra, Egli luftoj për një Big Brotherin e saj, dhe Big Brother i Eglit ishte kjo, që ajo të godet sot natyrën e saj dhe guximin e saj dhe arriti këtë qëllimin. Po ta shikoj me detaje, Egli arriti këtë qëllimin dhe arriti me shumë energji, arriti me shumë bindje dhe sot është shumë e lumtur në vendin dhe pozicionin ku ajo qëndron. E bukur në fakt është të dëgjosh për një njeri i cili ka guxim, pa marrë parasysh se sa herë rëzohet në jetë, Egli u rëzua shumë, përfundoi në një grop, në shumë komente negative, u quajt një psikopate, u quajt një vajzë e smur, u quajt një vajzë e lën pas jete, por ajo përdori një gjë. Ajo përdori zërin e saj brenda vetes që i tha ti mund t'ja dalësh dhe Egli këtë gjë e tregoi. Ndërsa Laerti, nëse do të komentojmë pak të dy finalistët, Laerti tregoi një personazhin me një linjë të jetës shumë të suksesshme, tregoi personazhin me një linjë të jetës ku përballë librit edhe guximit të tij për t'i treguar të atit tashmë të ndjerë që unë mundem t'ja dal dhe unë realizoj atë që ndoshta Shqipëria nuk ma vlerësoi, por atje në Greqi unë arrita të bëhem ky zoti dhe të dal përballë 35.000 shikuesve dhe të jap një dram shumë të madhe ku në 35.000 shikues u përmend emri Laert Vasili, për mua ka qenë një arritje shumë e madhe. Në këtë linjë të jetës, Laerti që në fillimet e këtij Big Brotherit tregoi një mashkull që ishte penduar që nuk ishte mundur të bëjë të atin e tij gjysh. Tregoi një djalë i cili kishte luftuar për karrierën e tij duke lënë nga pas dëshirën e tij për të krijuar një familje. Tregoi një djalë që nisi një dashuri brenda këtij formatit dhe nuk mundi dot kur ta finalizon. Do me thënë, pati shumë balanca në veten e tij, pati shumë ulje dhe ngritje, pati shumë luhatje në lojë, gjë për të cilën Laerti nuk ishte i vëmendshëm, apo ndoshta nuk arriti dot të kupton informacionin nga jashtë, sepse Laerti kishte shumë informacione. Nuk pati një dron, nuk pati një ndikim të tillë krahasuar me banorët e tjerë të cilët të ndikohen kur vinë dronat në shtëpi. Do të thënë qëndroi ky Laerti që ndoshta kishte hyrë me figurën që unë do t'jem një fitues derisa erdhi gjesti dhe u aprishi të gjitha gjërat. Dhe sot po luftojnë dy banorë të cilët siç duket Egli nuk e ka kap frika, Egli nuk ka frikë, unë e shoh këtë gjën, Egli nuk trembet nga kjo përballje, Egli e ka lënë çështjen në dorë të fatit edhe është fati ai i cili do ta shoqërojë, ndërsa Laerti derisa agravon deri në këtë gjendje që acarohet, nuk e kontrollon dot veten e tij, nuk e kontrollon dot përgjigjet që i thot, nuk i kontrollon dot qëllimin të cilin e ka, me patjetër që i trembet këtij televotimi dhe i trembet mundësisë për të qenë një finalist i dytë. Matematika e Rozanës, siç duket nuk doli e qartë dhe Laerti në votat e publikut nuk mund të jetë finalisti i dytë, po tani do të respektohet kjo, nëse mbrëma do të mbetet për tu parë.